Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rëndohet perceptimi i korrupsionit në Shqipëri. Në raportin e Transparency International për vitin 2025, Shqipëria pësoi një rënje me 11 pozicione nga 42 pikë që kishte në vitin 2024. Raporti i fundit e vlerëson vendin me 39 pikë, duke radhitur e 80-ta mes 182 shteteve, ndërsa Kosova është vlerësuar me 43 pikë, duke shënuar një rënje me 1 pikë krahasuar me vitin paraprak. Maqedonia e Veriut nuk ka pësuar ndryshime në krahasim me një vit më parë, duke u vlerësuar me 40 pikë dhe duke u radhitur në vendin e 84. Të dhënat që përdoren në hartimin e indeksit mbulojnë forma të korrupsionit në sektorin publik, si rushfeti, keqpërdorimi i fondeve publike apo përdorimi i funksioneve publike nga zyrtarët për përfitime personale pa u përballur me pasoja. Instituti Demokratik i Kosovës e komenton rënien e luftës kundër korrupsionit nga qeveria me mungesën e stabilitetit politik gjatë vitit 2025. Audienca Kolli nga Instituti Demokratik vlerëson se rënja në indeks paraqet stagnimin në luftën kundër korrupsionit dhe lidhet drejt për drejt me krizën parlamentare pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, e cila bllokoi funksionimin normal të institucioneve, rrjedhimisht zbatimin e reformave të rëndësishme në fushën antikorrupsion. Për herë të parë, qeveria në një mandat të plot nuk miratoi strategji kombëtare kundër korrupsionit. E për më keq, viti 2025 u përmbyll gjithashtu pa u dekretuar kryeprokurori i ri i shtetit, pikërisht për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme nga ana e presidentës, kryeministrit dhe bartësve të tjerë institucional në raport me nominimin e ligjshëm nga ana e KPK-s. Sipas tij, qeveria në detyrë ka vazhduar të marrë vendime me pasoja buxhetore në mungesë të transparencës dhe kontrollit parlamentar. Gjithashtu, vlen të theksohet që ndryshe nga proceset e kaluara zgjedhore, në 2 palë zgjedhjet e vitit të fundit, korrupsioni përkatësisht lufta kundër korrupsionit nuk ka qenë ndër temat bosh të programeve zgjedhore të asnjë prej partive politike kryesore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 11 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura me datën 28 dhjetor 2025. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin e zgjedhjeve të përkohshme të mbajtur më 28 dhjetor me 11 vota pro. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, vlerësoi se në kushtet kur nuk ka pasur ndryshim të mandateve nga Gjykata Supreme, rezultati mbetet i pandryshuar. Janë parashtruar ankesat dhe vendimet e fundit lidhur me këto ankesa i kemi pranuar sot nga Gjykata Supreme, me çka është hap rruga për certifikimin e rezultatit. Asnjë ndryshim në rezultat të shpallur nuk është bërë nga vendimet që janë marrë lidhur me ankesat, andaj rezultati i lexuar ditën e shpalljes së zgjedhjeve është i njëjti me atë të certifikimit. Në përfundim të certifikimit të zgjedhjeve, vetvendosi listohet e para me 51.1% të votave, ose 57 ulse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike siguroi 20.19% të votave, përkatësisht 22 mandate. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi 13.24% të votave, duke marrë 15 ulse në Kuvend, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mori 5.5% të votave, që i sigurojnë 6 mandate parlamentare. Me certifikimin e rezultateve, hapet rruga për konstituimin e ligjislaturës së re të Kuvendit Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron distancoi vendin e tij nga skandali i dosjeve të Jeffrey Epstein, duke argumentuar se kjo ishte një çështje që përkiste më së shumti Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deklaratën Macron e dha pasi ish ministri i kulturës Jack Lang u dërhoq nga posti që kishte në Institutin e Botës Arabe, pasi prokurorët francezë vendosën të nisin një hetim paraprak për mashtrim me taksat për të dhe të bien, pasi të dy u përmenden në dosjet e Epstein. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.